Përshëndetje shërista dhe mirë se erdhët në episodin e radhës. Sot ne kemi një të ftuar shumë të veçantë. Kemi nderin dhe kënaqësinë që midis nesh të kemi ish drejtoreshën e shkollës son, Keti Qirinxhi. Dhe profesore Keti nuk ka qenë thjesht drejtoreshe kësaj shkolle, por ka qenë mësuesja, aktivistja dhe ndoshta modeli më i mirë që do të kujtohet gjatë për nxënësve të kësaj shkolle, edhe për ne që e rastisëm vetëm një vit fatkeqësisht. Faleminderit që pranuat ftesën, profesore. Unë do ta nis pa humbur kohë, direkt me pyetjen e parë, lidhur me eksperiencën tuaj si drejtoresh. Pra, si e kujtoni kohën tuaj si drejtoresh e kësaj shkolle, duke përfshirë edhe sfidat, por edhe momentet e bukura që ju kujtoni? Së pari dua t'ju falenderoj që më ftuat në podcastin tuaj, ndërkohë që gjatë kohës që unë kam qenë dhe kjo përbën bashkë me Rezarin një nga sfidat e shkollës në radhë të parë, po edhe të mia ashtu jam emocionuar shumë kur shkolla arriti të kishte një podcast që ndoshta është i rrallë sot në sistemin arsimor, për të mos thënë nuk ka, paktën sa di unë. Ju falenderoj që pas kaq kohësh ju riktheva prap shkollës për ta parë dhe një herë, po këtu brenda me ju. Fakt jam emocionuar, kam pak emocione edhe pse në përgjithësi unë nuk i shpreh shumë ato. Jam përballë nxënësve shumë të mira të kësaj shkolle. Edhe ndjej dhe një lloj përgjegjësie për pozicionin, po dhe përgjigjet që do t'i jap gjatë kësaj kohe. Pyetja që ju më bët ishte shumë e bukur. Në fakt, unë dua të shtoj diçka që patjetër kam eksperiencën prej gati 9 vitesh në gjimnazin Rai Qirinxhi, por ajo që më afron shumë me shkollën është se kam qenë edhe mësuese ca vite përpara. Por ndërkohë unë e kam mbaruar gjimnazin Rai Qirinxhi me nota të shkëlqyera, e kam bërë te ky gjimnaz dhe jam shumë krenare që arrita të jap kontributin tim deri në fund, derisa dola në pension. Kështu që ju falenderoj shumë për iniciativën, kënaqësia është e jona. Për gjitha. Tani për sa i përket pyetjes që më bët, është sigurisht është një pyetje shumë e gjerë. Të jesh në drejtim nuk është jesh një privilegj, sepse mendoj se një pjesë e mirë e drejtuesve, jo vetëm të shkollave, po kudo e shohin si privilegj të qenit në drejtim. Unë e kam parë si detyrë, e kam parë si përgjegjësi, e kam parë si sfidë, e kam parë si obligim maksimal për të dhënë më të mirën time. Kur vjen në një pozicion të tillë, sigurisht është një eksperiencë, është një eksperiencë e re, është në një fazë tjetër të jetës. Ashtu më duk mua të paktën që hyra në një fazë ku gjuminatës nuk është ai që rekomandohet për shëndetin të bëhet. Kështu që hyra në një rrugë ku unë nuk isha shkelur, edhe kur hy në një rrugë të pashkelur, gjithë përgjegjësia dhe bara bie mbi ty. Kështu që unë nisa një rrugë dhe fillova të mendoj se si do të sfidoj një nga një hapat e vështirë, po edhe të domosdoshëm të drejtimit të një shkolle. Patjetër që shkolla është e madhe, është një shkollë me emër, është një shkollë ku ka nxënës të cilët janë kërkues, dhe sidomos brezat kur kam ardhur në fillim shumë se sa shohun sot. Kështu që unë arrita të vendos prioritete. Deri diku dhe mendova që nëse do t'i realizoja apo jo, gjithmonë isha me pikpyetjet e mia, po u bëra e fortë, u bëra e përgjegjshme dhe arrita të realizoj. Mendoj që kam arritur të bëj disa gjëra që duhet i bëjnë të gjithë drejtuesit në çdo shkollë. Pra nuk është një privilegj, është një përgjegjësi shumë e madhe. Patjetër. Dhe mendoj që kam arritur të bëj disa gjëra të mira për shkollën, për nxënësit, për komunitetin, për mësuesit. Ajo që juve më kujtuat pak më parë dhe thatë që fatkeqësisht juve ishit një vit, por ndoshta edhe ai një vit ka vlejtur në një farë mënyre për të lexuar marrëdhënien tonë, për të lexuar se si ishim ne për njëri tjetrin.
Kështu që një nga ato sfida që përveç vizionit që unë kam pasur për shkollën për të arritur atje ku unë e ndëroja atë, dhe ndoshta sa më shumë i afrohesh ëndrës, saq më shumë të largohet ëndra, pra ka shumë gjëra të tjera për të bërë, po ishte ajo marrëdhënia me të rinjt, ishte marrëdhënia me nxënësit, ishte komunikimi, për të shprehur jo kush isha unë, por çfarë jemi ne për njëri tjetrin dhe si mund të bëjmë më mirë për njëri tjetrin. Kështu që ka pasur shumë sfida gjatë punës time. Shpresoj që të kem bërë diçka më të mirë. Patjetër. Ka momente, patjetër që ka momente të vështira, ka momente shqetësimesh, ka momente vështirësish, ka dhe ndonjë dështim, patjetër, por nuk më ka zbrapsur këto gjëra dhe më ka bërë që të ecë përpara. Nuk dua të tregoj më shumë modeste se nuk më pëlqen shumë kjo pjesë, por besoj që kam ka përzyer. Nuk e di kush më ka shtyr për ta bërë këtë gjë. Edhe sot kur analizoj, po mendoj që duhet shumë përvojë në drejtim. Dhe jo vetëm në drejtim, po sidomos në arsim, duhet një përvojë e jashtëzakonshme, por të kesh jo vetëm përvojë, por një përvojë suksesshme. Pra ti të kesh arritur të kesh ndërtuar veten tënde në radhë të parë, si mësues, si edukator, si edukues, dhe pastaj ndoshta si drejtues, që se kisha provuar, po mendova se unë ja pas kam arritur dola dhe e bëra. Patjetër, profesore. Sofia në fakt e përmendi kur ju prezantoi që ju nuk keni qenë vetëm mësuese dhe ish drejtoresh, por dhe një nga aktivistet më të mëdhaja që shkolla jon ka njohur. Si lindi ideja për karnavalet që ne një vit i kemi organizuar në ndërtimin tuaj dhe këngët e vendin tim, që për fat të keq nuk kemi qenë pjesë e tyre? Juve përmendët tu dy nga aktivitetet masive, sepse realisht kanë qenë shumë masive. Karnavalet përfshinin një pjesë shumë të madhe të nxënësve të shkollës. Këngët e vendit tim ka qenë unike dhe nuk mendoj se nuk mund të përsëritet patjetër, por do ndërmarrje shumë të madhe, do bashkëpunim në radhë të parë, do dëshirë, do vullnet, do dashuri për ta bërë diçka. Dhe me thënë drejtën, jeta ime si idetë e mia për të nxitur aktivitete të tilla ka nisur erët, sepse unë gjatë karrierës time si mësuese kam qenë edhe aktiviste e shoqërisë civile, kam punuar me fondacione për zgjidhjen e konflikteve, një aktivitet të cilin e kam përshtatur edhe brenda shkollave ku kam punuar. Kam punuar me organizata për drejtat e njeriut, të cilat sigurisht më kanë hapur mendjen dhe më kanë bërë të kuptoj se gjithçka shkon përtej shkollës. Shkolla është një vend ku mësohet, shkolla është një vend ku zhvillohet individi, ku duhet të spikatin aftësitë të dalin në pa, talentet e tjera, por është edhe një vend ku kreativiteti nuk duhet të mungojë asnjëherë për të nxitur të rinjtë të shtyen drejt gjërave që din t'i bëjnë më mirë. Por që të bësh aktivitete masive sigurisht është një iniciativë jo personale. Pavarësisht ideve, që nuk mua personalisht nuk më kanë munguar, por unë kam arritur që në bashkëpunim me nxënësit në vite të nxit tek ata ide, të cilat vinin edhe mi ofronin mua. Edhe bashkëpunimi me prindrit gjithashtu, edhe pse është një nga gjërat që nuk është arritur të shkojë atje ku duhet. Ka shumë probleme sot marrëdhënia me prindrit, janë të paktë ata që i ofrohen shkollës dhe që kanë dëshirë të marrin pjesë, të japin ide, të kenë iniciativa, por gjithsesi ky bashkëpunim patjetër që ka sjell këto gjëra. Por nuk janë vetëm këto, sigurisht shkolla juve e keni parë transformimin në vite të shkollës, ku klube të caktuara, sidomos klubi pikturës me mësues Ariol Pepin,
ku gjetëm një gjuhë të përbashkët, krijoi atë klubin e piktorëve të shkollës dhe ju keni parë që shkolla ka shumë piktura murale, mund të ketë kritika brenda këtyre transformimeve që shkolla ka bërë, por gjithmonë ka vend, ju do ikni, unë ika, mësues të tjerë do t'ikin, shkollara e Qirinxhit do të mbetet këtu, e hapur gjithmonë për ide të reja, për kreativitet, për transformim në të gjitha aspektet. Por realisht, këngët e vendit tim ka qenë një mrekulli, edhe sa vetëm kur e mendoj them si arritëm ta realizojmë, që shumë të tjerë që kanë kuriozitet mund t'i ndjekin edhe në videot e shkollës këto gjëra që kemi bërë. Karnavalet të cilat në fillim kanë qenë shumë të bukura, shumë masive, se sa pash pastaj që nga viti në vit mungon dëshira, mungon vullneti për t'i ruajtur ca gjëra, ca vlera që krijojmë edhe për t'i vazhduar edhe më tej. Është e vërtetë dhe ne vjet jemi përpjekur në fakt të bëjmë karnavalet, por nuk ja dolëm. Mendoni se ishte kjo ajo gjëja që na pengoi, ajo kleçka që na u vënë në rrot, sepse në fund të fundit duhet të jetë një person që ta marrë përsipër të gjithë organizimin, por edhe nxënësit që të kenë dëshirën e tyre. Që të realizosh diçka, patjetër që duhet ketë një të themi një iniciativë, ndoshta nga dikush. Por ky dikush nuk mund t'i bëj këto vetë. Duhet jenë edhe mësuesit, duhet jenë edhe senatorët, duhet jetë qeveria e nxënësve. Pra ka shumë aktorë që të bësh aktivitete të tilla. Nuk e di, deri në çmas kanë arritur ta realizojnë këtë. Më vjen keq nëse kjo eksperiencë nuk do të vazhdojë. Po. Në fakt, ju e përmendët e pak në fillim për këtë studio podcasti që është krijuar në kohën kur ju ishi drejtuese e këtij institucioni dhe me sa na ka thënë dhe profesori keni qenë një nga mbështetësit më të mëdha. Pyetja ime është a mendoni se është ky projekt ai që e bën shkollën ndjesë më tërheqëse për nxënësit që duan të bëjnë pjesë e shkollës son? Absolutisht po. Absolutisht. Unë jam falënderuese shumë se janë bërë shumë gjëra gjatë kohës, po një nga gjërat më unike, le të themi, është marrëdhënia me Rezarin, mënyrën se si ma prezantoi projektin e tij. Patjetër mbështetja ka qenë maksimale, unë jam shumë e lumtur dhe shumë e hapur në drejtim të këtyre gjërave. Nuk kam qenë pengesë për asgjë, por ama kjo vërtet është ajo që thoni juve, që ja ka arritur qëllimit. Me sa e shikoj është pasuruar, por kjo ka qenë edhe një mjedis shumë i ngrohtë për aktivitete, për biseda, për shumë gjëra të tjera të bukura që janë bërë këtu për të pirë një çaj, për të pirë një kafe, duhet vlerësuar shumë. Po. Pastaj kalimi i bibliotekës nga një mjedis tjetër këtu e bëri edhe më atraktive, e bëri edhe më të bukur, e bëri edhe më estetikisht të pranueshme. Jini juve që e mbushni, që e plotsoni, që e bëni atë të ketë zhurmë, të ketë energji pozitive. Lum kush di ta bëj. E them gjithmonë, domethënë lum kush di. Faleminderit që ta bëj gjithmonë më shumë. Dhe unë e shikoj që juve në drejtimin e Rezarit që unë e kam vlerësuar, e vlerësoj dhe sot e kam një mik shumë të mirë. E keni shtyni gjithmonë më shumë gjëra të reja. Edhe pse s'kam qenë këtu, unë e mendoj, e përfytyroj, e imagjinoj që ju po e shtoni, po e pasuroni. Gjë shumë e bukur. Faleminderit profesore. Ka pas dhe të tjerë njerëz nga jashtë që kanë dashur të vinë këtu të bëjnë ato ftesat që filluat të bënit për personalitete, për njerëz të artit, të kulturës, të arsimit, e tjerë janë një vlerë e shtuar për podcastin vetvete, për juve që drejtoni, për shkollën gjithashtu. Dhe jam e bindur që nëse ka gjëra të cilat mund të jenë zbehur këtu, kjo gjë nuk do të zbehet kur. Mëse vërtet. Ju profesore keni një karrierë shumë të gjatë. Cili mendoni se do të mbetet eventi ose aktiviteti që është i gdhëndur, jo vetëm në trurin, por edhe në zemrën tuaj?
Shumë e zvogluar kjo në gjithë karrierën time gati 40 vite, tani të mendoj unë se cili është aktiviteti më i bukur. Shumë të bukura kemi pasur aktivitete me karakter humanitar, ku nxënësit kanë kontribuar për njerëzit në nevojë gjatë shumë viteve. Këto që përmendët juve pak më parë, aktivitetet e mia në rang kombëtar, konkurset, tani ka shumë gjëra, mikpritjet që kemi bërë për njerëz të ambasador, njerëz të tjerë të ndoshta deri diku dhe të politikës që kanë hyrë e kanë dalë në shkollat tona. Dita e hapur ka qenë një nga eventet shumë të bukura që kemi organizuar dhe që nuk e di se bëni apo jo tani. Por për ta prezantuar shkollën, por me kokën lart, duke qenë krenar për çfarë ne duhet prezantonim, ku të gjithë merrin pjesë, ku të gjithë e admironin mënyrën se si ne prezantonim shkollën. Por për te arsimit patjetër ka gjëra që janë të bukura si të qenit mësuese, të qenit aktiviste. Gjë që më gëzon më shumë është që sa mirë që kam ditur të bëj ca gjëra. Më gëzon kjo gjë, domethënë që sa mirë që kam ditur të bëj ca gjëra, se askush nuk lind. Patjetër. Edhe sidomos, por kur ti arrin i bën disa gjëra, sigurisht që edhe kur merr vlerësime, mirënjohje, kjo është gjë më e bukur për mua. Të tjerat shkojnë e vinë. Dhe ju keni lënë vlera shumë të mëdha për shkollën tonë. Faleminderit shumë. Dhe me që jemi në temën e vlerave, një pyetje pak më personale, thjesht sa për mendimin tuaj, thjesht si zonja Keti Qiringjit që jeni, sa të rëndësishme e shikoni promovimin e këtyre vlerave, duke qenë se ju jeni dhe një aktiviste shumë e denjë, shumë e përkushtuar, sa e rëndësishme është që të promovojmë këto vlera në komunitet, vlerat që kemi transmetuar nëpërmjet shkollës, patjetër ato janë postuar të gjitha në rrjetet sociale, janë transparente, edhe frymëzuese për shkolla të tjera dhe për thjesht nxënësit. Mendoni se këto kanë ndikuar thjesht në komunitet dhe ndoshta edhe më gjerë, ndoshta edhe me krijimin e podcastit si një ndër shkollat e para? Tani se nganjëherë kur flasim për vlera mos identifikojmë këto vlera vetëm me pamjen. Aspak. Domethënë se kanë parë të tjerët, kanë marrë shembull të tjerët, se kemi bërë çuditëra, nuk kemi bërë çuditëra, kemi bërë atë që është dashur të bëjmë. Dhe kjo është një ranë, se të themi për shembull çfarë është dashur të bëjmë. Kur shkolla nuk e ka infrastrukturën të themi të nevojshme, patjetër që rindërtimi, rikonceptimi, ridejimi i një infrastrukture brenda shkollës është një arritje dhe përbën natyrisht një vlerë, sepse të rreq shikon, domethënë ajo që ta bën wow që në fillim fare është ajo që duket, si çdo shtëpi, si dhe në familjet tona, nëse e rikonstrukton një gjë e bën të bukur. Por familja, ashtu si dhe shkolla ka ca vlera të tjera. Ka ca vlera më të qëndësishme, që janë të qenit qytetar, të qenit i edukuar, të qenit i disiplinuar, të qenit bashkëpunues, të qenit mirënjohës. Shkolla nuk duhet të jetë një, të themi sa duhet transmetohen. Ne i përshtatemi paksa dhe vlerave që ka shoqëria, ndryshimeve që pëson shoqëria, por duhet i përshtatemi me kujdes, duhet i përshtatemi duke ruajtur ca gjëra të qëndësishme. Tani, si i transmetojmë këto te komuniteti? Nuk është se bëjmë në një transmetim si sot në podcast që do ta transmetojmë këtë bisedën që bëm bashkë. Problemi është se sa kemi arritur ne këtu që të nxjerrim nxënës të edukuar. Këtu është edhe gjithë dilema, po edhe analiza që duhet i bëjmë vetes. Se sa arritëm ne, sa breza nxënësish përfituan nga këto vlera, sa u bën njerëz më të mirë, sa janë mirënjohës ndaj
shkollës, mësuesve, prindërve të tyre, sa kanë vazhduar shkollat e larta, sa kanë arritur të kontribojnë në shoqëri, siç mund të kontribonin edhe brenda shkollës. Pra këto janë vlerat që ne duhet të hapim. Shkolla nuk është një ishull që brenda saj ndërtohen sa gjëra. Ne jemi pjesë e të tërës, apo jo? Jemi pjesë e gjithë shoqërisë ku jetojmë, familjeve nga vime, kështu me radhë. Kështu që ne duhet ta konsiderojmë shkollën si një familje ku krahas ndryshimeve në anën vizuale për të mos qenë pak rëmujë, siç ndodh me të rinjt dhe me adoleshentët që janë pak rëmuj në vetë. Ne nuk duhet ta mendojmë këtë rëmuj brenda shkollës, ose më mirë të jemi pak shkencëtar brenda shkollës që atë rëmujën të dimë në mënyrë racionale ta ndërtojmë, ta rindërtojmë, ta bëjmë ashtu siç duhet. Kështu që sa ka arritur komuniteti, këtë do ta tregojnë të tjerët. Edhe kjo mbetet për të parë. Do ta tregojnë të tjerët. Atëherë, cili është mesazhi juaj për mësuesit e rinj që duan të bëjnë një ndryshim në jetën e nxënësve? Tani profesioni mësuesit nuk është e para është një profesion human, është një profesion, është një mision. Të qenit mësues është të kesh të arrish diçka. Nuk është e lehtë të jesh mësues. Ne po e shikojmë vit pas viti që ka problematika që vinë jo vetëm për shkak të nivelit të një plejade mësuesësh që kanë dalë vitet e fundit. Jo të gjithë arrinë të jenë profesionalisht të arritur. Po jo vetëm nga ana profesionale. Një mësues i mirë, dhe këtu nuk dua të bëj një analizë se si janë mësuesit sot, por unë mendoj që ne kemi mësuar gjatë viteve se mësues duhet të kenë disa standarde. Një pjesë i din nxënësit, një pjesë nuk i din. Po për mua, dy janë ato standardet themelore për mua, gjithmonë sipas mendimit tim. Dhe që nga përvoja ime kam mësuar këtë gjë. Dy janë standardet themelore që një mësues duhet i gëzojë. Profesionalizmi dhe komunikimi. Profesionalizmi dhe komunikimi. Në rast se një mësues nuk e ngre nivelin e tij në anën profesionale, po dhe në mënyrën se si duhet të komunikojë, dhe këtu komunikimi nuk është thjesht një term. Komunikimi është një proces. Është një proces, është një akt që zhvillohet. Mënyra si flet, mënyra si e ndërton marrëdhënien me nxënësit, mënyra si ju përshtatesh atyre, mënyra se si bën të reflektojnë, të vetë reflektojnë, të qasen me orën e mësimit, me disiplinën, me shumë gjëra të tjera. Ndryshe ne kemi humbur orientimin si mësues, dhe fjala mësues mbetet fjalë, nuk është më një mision. Ato vlera tani janë nga të dyja palët, edhe nxënësit janë ndoshta pak nuk e them dot këtë gjë, shiko, patjetër. Më fal që të Jo, nuk ka problem as pak. Më fal që të ndërpres. Nga eksperienca e shumë viteve dhe mësuesit e tjerë dhe kushdo që ka qenë këtu, e di shumë mirë që mësuesi që ka këto dy standardet themelore nuk e ka vështirë të ndërtoj klasën, të ndërtoj orën e mësimit, të arrijë rezultate, të nxjerrë nga situata, gjëra të tjera. Mësuesi që nuk i gëzon këto ku hyn dhe shumë gjëra të tjera, pra përgatitja shkencore, mënyra si e jep, është art mësimdhënia. Nuk është riprodhim, është art. Është të dish vetë njerë,
të dish shumë mirë vetë që ta transmetosh te tjerët. Kështu që duke qenë se ndoshta çalojnë këto standarde, na duket shumë njerëzve ju duket sikur tani janë bërë më të pasjellshëm, janë bërë më. Ne në vite kemi asur nga të gjitha modelet. Edhe nxënës të cilët kanë pas probleme, kanë qenë problematik. Në një orë janë problematik, në një orë tjetër nuk janë dhe kaq problematik. Pra, të qenit problematik në thonjza adoleshenti është e natyrshme. Ndonjëherë është më se natyrshme, po mënyra se si i qasesh një adoleshent, duke filluar që nga prindi. E mësuesi është një ndër ata që merret me të, patjetër që ne ja vëmë fajin, patjetër ka probleme. Gjithnjë më shumë. Edhe për nxënësit, unë nuk po them, por në raport me mësuesin për mua mbeten këto dy standarde. Janë zinxhir gjërat, nuk është se mund të thuash janë të lidhura. Varet nga të dyja palët. E ndoshta kjo pyetje është pak si mua nuk është se më tërheq aq shumë, se ndoshta është dhe pak personale. Jo personale, por si shumë se cili ka qenë nxënësi apo klasa që ju ka pëlqyer më shumë, nuk mund ta them. Që ju ka lënë më shumë bresa, apo dhe të thuash nxënësi apo klasa, dukesh sikur po mban anën e njërit, anën e tjetrit. Ose e them, dot në 40 vite është shumë e vështirë, por di të them një gjë që nuk ka shumë klasa, cilat patjetër që më kanë dhënë jashtëzakonisht kënaqësi. Ashtu si dhe shumë nxënës që sot i kam miq edhe komunikoj dhe më shkruajnë, nuk harojnë asnjëherë për 7 mars të më urojnë etj. Dhe unë e vlerësoj këtë gjë. Edhe i konsideroj miq, nuk më bën përshtypje se ju kam dhënë mësim atyre, por ata ma kujtojnë mua këtë gjë. Por dua të them një gjë që kur kam filluar punë si mësuese, unë kam dalë nga shkolla. Edhe sigurisht shkolla që unë kam mësuar ka qenë e fortë. Ka qenë shumë e fortë. Edhe unë e kam nuk është se e kam pasur shumë dëshirë që të bëhesha mësuese, por ndonjëherë para viteve 90 nuk ishe ti që edhe vendosnje se çfarë do të bëheshe. Por e dini juve që mua nxënësit më kanë vënë përpara detyrës që të mësoj më shumë se sa kam mësuar në shkollë. Shkolla nuk është e mjaftueshme. Edhe vitet e para në një gjimnaz tjetër, kur unë kam dhënë mësim, kisha nxënës shkëlqyer. Edhe unë e jep një filozofin. Më duhej që përballë atyre nxënësve unë të studioja fort. Të studioja fort për te gjërave që dija. Sepse duhet ju përgjigjesha pyetjeve të tyre. Por asnjëherë nuk pata ndroje të thoja që shiko, do ta shikoj, sepse do ta shikoj, nuk e di. Pra, nuk duhet të ngurosh asnjëherë, një mësues i mirë nuk duhet të ngurojë asnjëherë të pyes, të mësoj gjithë jetën e vet. Edhe them që një meritë e madhe kanë qenë nxënësit shumë të mirë të gjimnazit ku kam dhënë mësim, që më kanë bërë ma kanë kthyer mësimdhënien në art. Dhe unë e kam adhuruar këtë gjë. Dhe sot që nuk jam, më merr shumë malli që të jap një herë mësim. Më merr shumë malli dhe më vjen keq që duhet të kishte edhe pak vazhdimsi kontributi ynë në arsim. Një plejade mësuesish që kanë dhënë shumë kontribute dhe kanë përvoja shumë të mira në arsim, që të mund të jepnim edhe për pak, ndoshta për të qenë edhe për brezin e ri të mësuesve një udhërëfys në thonjza deri diku për të bashkëpunuar, për të qenë dhe ata ashtu si ne. Megjithatë, unë çfarë gjëra kam dashur t'ja jap dikujt me mirë kuptim, me bashkëbisedim, jam përpjekur gjithmonë t'ju tregoj se cila mund të jetë rruga më e mirë për të bërë një mësues i mirë. Dhe ju dashur pa dashur. Ne jemi nxënës të përjetshëm, kështu që për mua patjetër nxënësit kanë qenë të parët.
Dhe ju dashur pa dashur e lidhet drejt për së drejti me pyetjen e radhës. Nëse do të kishit mundësi të vini të jepni edhe një herë mësim në shkollën tonë, çfarë do të bëni ndryshe? Ndryshe, nuk e di. Të bënim një lloj. Do të ishit Gjithmonë çka? Të jap një mësim, nuk mund të bëj asgjë ndryshe, do jap mësim. Mësuesi pas goxha viteve punë nuk e kam atë nevojën që po them ti rikthehet librit, por i rikthehet stilit, i rikthehet orë pas ore mësimi, mënyrës se si ti duhet ta japësh. Sepse nga ora në orë ti s'mund të jesh as riprodhues, as shablon, as një model i përhershëm. Duhet dish çdo orë mësimi dhe çdo klasë në vetvete ka ato cilësitë e veta, kështu që nis nga kjo gjë. Tjetër që nëse do hyja, do shikoja një herë me kë klasë kam të bëj, çfarë tematike kam etj, çfarë mjetesh kam dispozicion, çfarë informacioni kam dispozicion, do ta jepja gjithë maksimumin tim për t'i kënaqur. Ne kështu po vim dhe në fund të bisedës, kështu që unë po bëj një pyetje të fundit rreth të ardhmës dhe këshillave për nxënësit. Ju si mendoni, çfarë këshill do t'ju jepi nxënësit tan për të arritur suksesin që ata duan në jetë? Ka ndryshuar tani realiteti, është më global sot, realiteti nuk është thjesht shqiptar, edhe ne jemi integruar më shumë sot me gjithçka që bota ndryshon, sidomos teknologjia dhe gjithë këto gjëra. Dhe tani që kam shumë kohë për veten time, rishikoj kështu video, gjëra që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e brezave. Mësues të vjetër që vazhdojnë të jenë paksa jo thjesht tradicional, po që duan që nxënësi të mendoj vetë, të krijoj vetë, të zbuloj, të reflektoj, të bëj analiza vetë, të artikulohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Por nga ana tjetër shikoj që përpiqen brezat e rinj sot, studentë, nxënës, të kapin sa më shpejt ritmin e teknologjisë dhe të mos thellohen në këtë gjë. Kështu që unë mendoj që duke shfrytzuar teknologjinë mos harosh të bësh edhe diçka vetë. Domethënë ta zhvillosh inteligjencën tënde, mendimin tënd kreativ edhe të mos biesh 100% e teknologjisë dhe ta marrësh çdo gjë gati, sepse sa më shumë breza të dobët që të vinë, aq më e vështirë do ta ketë shoqëria në të ardhmen. Të mësojnë, të punojnë fort, të punojnë, të lexojnë, të mësojnë, të formohen. Sepse po shikoj, lexova diku që kjo IQ-ja e të rinjve sot, e brezit Z, është më e ulët se sa e prindërve apo e gjyshërve të tyre. Është për të ardhur keq, nëse studimet e tregojnë këtë gjë. Po edhe realiteti është i dukshëm deri diku. Ata që duan të ndërtojnë realisht një të ardhme për veten e tyre, që të zënë vendin që ju takon në botën që jetojmë, duhet të punojnë. Duhet punojnë fort. Edhe të lexojnë shumë. Se leximi pothuajse i ka humbur. Unë jam dakord edhe duke lexuar në telefon apo në online, po. Kompjuterin tuaj mund të lexoni dhe ama të lexoni. Duhet lexoni. Po nuk lexuat, vështirë se ata që nuk lexojnë sot e kanë shumë vështirë të formojnë fjali. Edhe të komunikosh me ta, apo ta dinë si thoshte Aristoteli, më fani ignorantit nuk e di se çfarë i mungon. Dhe ata duken se kanë vlera dhe janë mirë. Ne të falenderojmë pa mas, profesore, ishte një kënaqësi shumë e madhe të kishim sot dhe edhe një herë në shkollën tonë dhe tuajën sigurisht. Faleminderit se juve, shumë faleminderit. Unë juroj gjithë të mirat, juroj shumë suksese në të ardhmen tuaj, edhe në mbylljen e
gjimnazit patjetër që jam e bindur që ta mbyllim me sukses, po jo vetëm juve, të gjithë atyre që aspirojnë të arrijnë diçka në jetë, suksese dhe vetëm suksese. Faleminderit. Faleminderit. Dhe ju Sherisa, shumë faleminderit që na ndoqët. Ne do të shihemi në episodin e radhës me surpriza dhe personazhe të tjerë. Mirupafshim. Pafshi.